Nëse ka shkel, cila është logjika që nuk dalin në rrugë pra? Po, se opozita nuk po e ban luftën që duhet, se ata janë gardian të parë. Ç'është duhet me bu? Po shteti opozitës është bashkë çato. Me mbrojt, për shembull, mos me dal pesa once, jo veç një orë me shku me hungër akullore, më fladit. Po kush e duhet me mbrojt 24 orë. E dyta, dikur edhe elektoratin me thirr. Edhe elektoratin duhet me thirr. Edhe me mbrojt bashkë me popull që Republikë, se na më metalisht s'kena Republikë. Pra nuk kena qeveri, s'kena president, s'kena komandant suprem të FSK-s, ata abuzojnë në buxhetin. Që je ekonomist e nuk je jurist. Se të shekun jurist, të shekun pozitë shumë të keqe. Avokat më nështri, e ki nenën, e ki ligjin për qeveri, s'kena kreministë, s'ke kem ligjërisht, si kem. S'ke ki ligjërisht? Jo, që i ka morraj me drejtën e Bajramçunit. Pra o zotri, nuk e ka votu kuvendi që kry legislatura në 11 më ko kryeministër. Atje thët nuk ka bëshllëk institucional se egzistan. Momenti ku certifikosh dhe betuash nuk mundesh me konë dhe ministër dhe deputet. Kush po të që s'mundesh? Me shtë ligjet të unë anënor. Ministër detyrje. Ti je ministër detyrë. Nuk je ministër fushi plot. Gjys 8 dhe gjys 9. Por 24 orë